Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se erdhët në këtë ditë të parë të 2026-s. Kati, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të shkëlqyer ta kesh vitin edhe një herë. Faleminderit gjithashtu edhe për të zemër. Qofsh gjithmonë e lumtur e gëzuar. Faleminderit. Dhe shkëlqefsh në të gjitha drejtimet. Dhe nisësh me këmbë të mbar këtë vit të ri, gjithashtu ka të dyja bashkë, ne e kemi të dyja po njësoj të rëndësishme këtë pjesë të kuzhinës edhe të Vila 24, kështu që përpiqemi që të bëjmë më të mirën dhe të tillë do të vazhdojmë të jemi edhe në këtë vit që sapo ka nisur. Po sigurisht e dashur. Atëherë duhet të përshëndes dhe anvisat e mia, duke uruar një ditë të bukur sot, një vit të mbar, qofshi gjithmonë të lumtur dhe të gëzuar, si thua, dashuri, mirësi, mbarësi në familjet tuaja. Për gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë Adeut, i kemi thënë urimet edhe sigurisht gjatë gjithë fundit të vjetorit, por sot se çka një ndjesi kështu ndryshe, sepse është një start i ri. Po. Kështu që të dashur anvisa, unë sot kam menduar, domethënë si për datën 1, mendoj të bëj një menu atë që kam bërë, domethënë tek familja ime dhe e kam kujtim që kur kam qenë e vogël, që ka qenë ky ritual, domethënë. Kështu niste viti. Kështu niste viti. Neve si mëngjes në fillim fare përgatisnim një supë me lëngun e mishit ose pulës dhe pulë e bënim byrek me oriz ku vendosnim lekun. Atë kishim, ne nuk kemi pasur kulacet e ato kekët që janë sot, do me thënë, imagjino, 60 vite më përpara, ishin këto lloj gatime që neve bënë. Në treva të ndryshme bëheshin gatime të ndryshme. Ka rritet të ndryshme për të nisur vitin. Neve kemi pasur këtë, ndërsa ka pas në, për shembull, Tirana është ai byreku që ne kemi bërë, byrekun me pet dhe me qumësht, e bën domethënë zona këtu e Tiranës. Në vende të tjera është ajo që bëhet me lakra të ndryshme, edhe vendosin lekun. Pra, në çdo trev ka të mënyrën e vet, domethënë, të gatimit për ditën 1 janar. Përveç se domethënë këtë byrekun që siç e shikoni kam filluar këtu kam zier një pul, që ne zakonisht kemi pasur domethënë këndezin ose pul ne kishim të caktuar për vitin e ri, që ishte më e majme dhe më e mirë. Ndërkohë që përveç se kësaj, neve do të na duhet orizi, do të kemi këtu edhe të fillojmë me një herë Anila që të ndezi. Po, fillojmë me një herë, po, sepse koha fluturon në studio, kështu që këto janë gatime që duan të shpjeguar mirë. Një qep të, domethënë, të madhe, të cilën e kemi të grirë holl, kemi një 4-5 qep të njoma të cilat edhe këto të grira holl, kopër majdanoz, vaj, në një lugë gjalp faktikisht i shijon. Fillojmë me qepën. Dhe sa të na bëhet qepa gati, tregojmë për punën e pulës, të cilën tham vendosim dhe e ziem për të përfituar këtë lëngun që unë e kam hequr këtu më njanë. Do një mënyrë të veçantë në zjerjen e pulës, jo? Zjerja klasike? Zjerja klasike, por e veçanta është ajo, unë tani nuk e mbaj mend tani nëna ime se si e bënte, nëse e vendoste direkt në ujë të ftohtë apo e vendoste në ujë të ngrohtë. Unë për veten time kam rezultuar, domethënë, edhe më del shumë më e mirë pula dhe më e shijshme, sepse përveç se lëngut më del edhe racionet e pulës, atë që them gjithmonë, më dalin më të shijshme, sepse valoj ujin dhe pastaj vendos pulën brenda. Nuk e hedh direkt në ujë të ftohtë. Ashtu në ujë të ftohtë është hidhet pula e cila na duhet për të përgatitur supë. Por ne tani nuk është se do përgatisim supë, na duhen dhe racionet e mishit. Që kemi që do t'i vendosim. Pra do të përdorim edhe lëngun edhe mishin, pra pulën. Kështu që tani fillimisht filluam me pjesën e qepës. Do ta lëm këtu që të na ka vërdisë, do ta ndihmoj me pak krip që të zbutet shpejt, sa të marrë një aromë të mirë qepa. Do të hedhim, faleminderit Anila, do të hedhim këtu dhe qepët e njoma, dhe do të shtojmë edhe erzat. E lëm tani për momentin, edhe piper të zi shtojmë këtu ne, por do të hedhim pak më mbrapa, kur do të shtojmë orizin. Dhe këtu na duhen dhe vezët. Vezët, vitalë, ku i kemi vitalë në frigorifer? Na duhen një 3 vezë, mirë, s'ka gjithë për vi momenti do t'i... Sa shumë i kemi përdorë dhe sa shumë do t'na duhen tani në vazhdim vezët, sepse kemi bërë sallaturina të ndryshme, ku vezë të zira japi një vetëm bukuri, por edhe janë një mënyrë e mirë për të krijuar ato antipastat e para të nisjes së drekave apo darkave festive, ndaj veza vitalë vazhdon të jetë jo vetëm pjesë e kuzhinës sonë, por pjesë e tryezave çdo ditë në mënyrë të veçantë gjatë festave, dhe jo vetëm që shijon ai shumë me një
një gotë dhe plotëson shijet e ushqimeve të ndryshme, por në të njëjtën kohë marrim edhe vlerat ushqyese. Ndaj sot nëse ende s'keni ngrënë mëngjes, sepse jeni pak të rënduar nga mbrëmja e djeshme, ndoshta jeni akoma në atë zgjimin, megjithatë zonjat janë zgjuar, jam e sigurt sepse punët e mëngjesit duhen vënë përpara, siç themi zakonisht, ndaj gratë nisin të para nga një kokë kërkesë të zier sa për të nisur mëngjesin, mbledhim dhe stomakun edhe marrim edhe të gjitha proteinat dhe vitaminat e nevojshme, sigurisht duke ditur se cilën vezë të zgjedhim dhe veza Ovital mbetet cilësia maksimale në çdo stin edhe nuk duhet ndryshuar absolutisht sepse ne kemi gati gjithë sezonin edhe më shumë se kaq që kemi pjesë të tryezave tona dhe e dim se çfarë konsumojmë dhe çfarë ju propozojmë ndër të tjera. Kemi nisur me brume dhe me pet e sigurisht me cilët, me atlasin, me mielin Ola, mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielli mistrit i bardhi, i verdhi, integrali, mielli bio, ëmbëlsirat gjithashtu janë të preferuara dhe një kek i thjeshtë do të ishte gjithmonë i shkëlqyer për të përgatitur në pak minuta. E me qenë se jemi te kompania Atlas, prej pak javësh na vjen në tryezat tona me një tjetër produkt që është përsëri shumë i konsumuar kudo, edhe shqiptarët i duan dhe i preferojnë. Pastat janë vaktet më të shijshme e të shpejta që ne realizojmë me salca të ndryshme, jo vetëm në formën e makaronave klasike, por edhe për të realizuar gatime të ndryshme, që nga pastiço, që nga sufletet, gjithçka që ne kemi sjell her pas here edhe në këndin ton të gatimit. Pastat e Olës vinë në të gjitha format që ju dëshironi, që nga spagetit klasik tek linguinet, tek fluturat, tek penet dhe variante të tjera. Janë super cilësore dhe shumë të shijshme dhe dallohen që në momentin që i shtonin në atë ujin e vluar për të përgatitur makaronat, do ta kuptoni që keni të bëni me një cilësi të pastave fantastike. Dhe vijoj më tej me bashkëpunëtorët tanë, do doja tani që t'ju thoja se kush na mundëson gjithë të mirat, është Lufra në fakt, dhe janë pikërisht produktet e Lufrës që nga vendi i parë që do të jetë qumshi pa diskutim dhe të gjitha nën produktet e tij, si kosi, njomza, dhalla, kefiri, djathi i bardhi, i deles apo i lopës, djathi kaçkavall, djathi i grir dhe shumë produkte të tjera të Lufrës, gjalpin që e kemi kaq shumë të rëndësishëm, ja Kati e thot shumë shpejt, do shkrim pak gjalp, do t'jekim pak gjalp për të lëshuar atë aromën e mirë, por edhe për t'i shtuar gatimeve shije, qoftë edhe një pete të spërkatur me gjalp dhe e gjithë receta ndryshon dhe e gjithë shija e vakteve tona merr një lezet tjetër, siç themi. Edhe në fund sigurisht që unë përmenda antipastat pak më herët, kështu që nuk mund të mungojnë salçiçet në këto pjatat festive, por edhe në ditë të zakonshme. Dhe janë pikërisht salçiçet e pulës, shumë të shijshme, vodit mbushin tryezën, i japin shije dhe na duket sikur jemi përkushtuar shumë, se mjafton t'i vendosim ashtu më të vogla, më të mëdha, salçiçet e hot dogut të mbushura me djath. Mund të krijojmë pjata shumë interesante, të cilat vudi na i siguron dhe na jep ndër të tjera edhe shumë gëzim. Ne vijojmë të shtrojmë petët tani, kështu që për të mos i shkëputur më nga gatimi i Katerinës, i rikthehemi edhe një herë prezantimit të shkurtër të recetës se çfarë kemi bërë deri tani, sepse brumin e kemi bërë përpara. Po, brumin e kemi bërë përpara dhe ka që janë bërë gati Anila për të njomat, të shtosh të njomat. Më false, unë dhe të pyet dhe të ndërpres, po, e pash po merr një ngjyrë këto. E kishte atë kohën, kështu që Okej, pra tek qepët e thata të grira shumë imët, pasi morën atë skuqen, e ndryshojnë ngjyrën dhe lëshojnë aromën e tyre, me pak skrip gjithmonë i skuqim qepët, shtojmë më pas qepët e njoma. Qepët e njoma dhe sa të mbarojmë do me thënë këtë petën, do të shtojmë edhe atë erzat, koprën. Erzat, kopër dhe metanoz. Ndërkohë, sa pet na duhet? Kemi 2 atje dhe kjo është e treta që do ta hedhim, po jemi dhe nga pjesa kemi çik vendin e ngushtë, po gjithsesi. Do të lëroj pak hapësirë. Më ndryshe tani? Po më ndryshe. Më ndryshe është. Kemi bërë miell dynjaja këtu. Ska gjë, të na vej. Se sot jemi dhe pa përparse, se duhet të na vej mbar viti.
Po, e shumë në fakt prej familjeve në gjithë botën ka supersticione interesante që lidhen me fillimin e vitit, se si duhet nisër viti. Me shegën. Me shegën, një sheg të hapur në tryez, frutat e thanta. Rushi, të konsumosh 12 kokra rush, nga një për çdo muaj. Po, Anila i thuaj këto. Thjerzat, për sëri, dreka me thjerza. Do me thënë qëfar është me kokrizda, që simbolizon bollokun në një farë mënyre, duhet të konsumohet në fillim të vitit. Fasule. Edhe groshet? Mirë, për fasule janë në këto që i bëjmë, do me thënë datën 2, mund të anisim edhe me fasule. Po. Kështu që... Ka i shpejt na e ktheve fasule, bolla kemi gjithë vitin. Me gjithë se mund të asjedhëm dhe në formë salate. Edhe në salate, Anila, po edhe një sup me fasule s'na pengon këj vëndi këtu, po jasë edhe hapëm edhe këtë. Shtyua edhe këtej. Shtyua, Andrej, shtyua këtej, mbushëm vëndin. E po ke marrë këto pecin e holti sot, se... E, kemi marrë këtë. A i do pak vënd, se a i rulli i vogël është në s'ka gjë, u hap tani. Ka ti të duhet lëngu i pulës i nxehtë, ndez, apo nuk të duhet më i bluar? A i më duhet, sepse do, ja, mbarua peta tani, po ja pengon ande këtej. Me pengesa, pa pengesa, ti e hape. A të thuaj. U bë. Në momenti që kemi këtë mielin e mirë, hapen vetë ato shiko. Edhe në pushtet të vështira. Duket edhe kjo pjesa e kësaj. Tani të... Lejduart? Ashtu të lejduart që të presë edhe kopër majdanozin, të hedhim brënda, të hedhim orizin. Okej. Kështu që... Pra, qep, kopër majdanoz, oriz. Edhim orizin fillimisht, sepse këtu nuk kemi nevoj do me thënë që të na thjesht qepët të zbuten, orizin e kemi në masë, nëse do të kemi 2 filxhan oriz, do të hedhim rreth 4 filxhan e gjysëm ujë, lëng mishi. Pra pak më shumë se raporti 1 me 2 që përdorim për pilav. Sepse është tavë kjo. Do t'jetë më e lëngshme, do me thënë. Kemi hedhur më falni, edhe kripët e pjesa që kemi zjerë pullën, kemi kujdes të pjesa e kripës, shtuam në momentin e parë, atë që dua të shtoj unë tani, do t'i hedh pak gjalp faktikisht. Hedhi nga ky vogli. Ti shtojnë gjalp, mund t'i lexoj recetat? Mund t'i lexosh, Anila. I shoj pak recetat në ekran. Zbulojmë përbërësit, të listuar, pa harruar asgjë. Kështu, ju i mbani shënim. Një lugë është mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër. Një lugë gjalpi kemi shtuar në tigan. Receta e plotë është kjo. Byrek tradicional me pull dhe oriz. Na duhet 400 gram miell, 1 pull, 2 filxhan oriz, 1 qep e thatë, 5 qep të njoma, 2 tufa kopër, 1 tuf majdanoz, 3 kokra vez, vaj, krip edhe piper. E ndërkohë mund të kalojmë edhe tek recetat e tjera. Le të zbulojmë edhe përbërësit e tjerë që do të na duhen për të gatuar sot një sup kremoze me lëng pule ose mishi viçi, varet çfarë keni gatuar dhe ju ka mbetur lëngu në shtëpi, veza dhe limoni. 5 filxhan çaj lëng mishi, 3 lugë supe oriz, 2 vez, 1 limon, krip, piper, nenexhik i freskët. Supa do duhet sot në fakt në drek për të nisur vaktin, për të marrë edhe lëngjet e nevojshme që na duhen, pasi përgjithsisht konsumojmë një darkë pak më të rëndë se sa zakonisht, e ndërkohë sot do të sjellim gjithashtu sallat me portokale, presh dhe ullinj. Një sallat që shijon shumë, është tradicionale e jona, kam përshtypjen, po ja ka të zbuloj pak më shumë, pasi unë të kem lexuar përbërësit që do të na duhen për të përgatitur këtë sallat. Janë pikërisht 2-3 kokra portokall, 1 kokër limon, ullinj, presh, pjesa e bardhë e preshit përdoret për sallat, krip rigon dhe vaj ulliri. Dhe ja, kështu kemi plotësuar vaktin e drekës për sot. E kemi nisur me një sup të shëndetshme edhe të lehtë për stomakun, një sallat me portokall, me limon edhe me ulli, dhe në fund nga një copë byrek me mish pule. A, Kati? Po, atëri të dashura Anvisa, këtu tek pjesa do me thënë, kemi shtuar orizin, tani hodhëm edhe kopër majdanoz, si që shikoni, nxjerri këta aromën e mirë, kam shtuar edhe piper të zi, e lëm pak do me thënë që të më ka vërdiset pak me këto erëzat edhe me qepën orizi, dhe shtojmë këtu një pjesë të sasisë lëngu të mishit, të pullës faktikisht të mishit, e themi tani pula mish është. Pa, të mishit të pullës. Marim një lugë këtu, që ta kemi të hedhim lëngjen. Duhet jeti nxehtë.
E lëmë sa të përthisë lëngjet, ndërkohë neve bëjmë gati edhe pjesën e petëve ati. Na duhet të marim edhe vezët. Dhe kështu, do ta kemi. Edhe do ta kemi gati. Mbushjen. Kjo është mbushja që do të na duhet tani për ta hedhur, duke shtuar më mbrapa edhe lëngjet e tjera. Është një mbushje që bëhet shumë e mirë, shumë e shijshme, sepse vërtet del nga pjesa e zjerjes së pulës. Ka shijen e mishit, edhe ka një shije mjaft të mirë. Tani hedhim edhe këtë petën tjetër. Po e hedh me dorë se s'ka nevojë. Se fundja e fundit është kjo, të tjera I kemi lyer edhe me vaj. Në çdo petë, me thënë, lyhet me vaj. Ky bëhet një byrek, i cili nuk është mbulohet plotësisht, ngelet në qendër i hapur. E na hapëm petën, neve goxha këtu. Po, se duhet të lëm pak, Po, duhet të lënë një petë rreth nga ore. jashtë, sepse do të kthehen më pas, dhe vetëm mesi i tavës do duhet të qëndroj i zbuluar. Që të ketë mundësi, domethënë të si bëhen, ndihmon ky miell i kaq shumë që dhe për ato që nuk din, domethënë që të hapin petë, edhe në kushte të vështira, ato përsëri dalin shumë të mira. Tani, pulën do ta ndajmë në racione, njësoj si do të bënim? Po. Okej. Pra me gjithë kocka? Ne zakonisht në mënyrën tradicionale vendosim me gjithë kocka. Unë tani do t'i heq, do të vendos vetëm pjesën e... Do e bësh fije mishin? Jo fije. Në copa të mëdha, po pa kocka? Në copa të mëdha. Okej, mirë. Pse konsumohet çik më lehtë ashtu? Besoj kjo Po, prandaj, atëre kështu e bënim neve me këto, po tani nuk ka nevojë, domethënë kanë, si thua, guzhina. Pa. Ja bën më të lehtë ngrënjen. Po. Kaq. Kemi kaluar nga guzhina tradicionale në ato guzhina gourmet. Po, e vërtet. Kështu që ja këto janë guzhina gourmet. Gjithsesi shija është njësoj në këtë rast. Shien e nxori kocka, domethënë në momentin që u zi. E vërtet. E nxori nuk ka nevojë, domethënë të ashtu tani. Besoj edhe orizi nuk do duhet të zihet i plot, 100% do të kalojë në furrë, tham raporti në rastin e orizit do të jetë, nëse përdorim 2 gota oriz, 2 gota e gjysmë lëng, do pak më shumë që mbushja të jetë e lëngshme, sepse furra do bëj punën e vet, dhe ajo mpiktësia dhe gatimi i plot i orizit do të vijoj në furrën e sobës. Ndërkohë Anila, lutem, mund të ndezim këtë pjesën këtu se kam lëngun e supës, që t'i vëm të dyja, domethënë njëkohësisht na bëhen gati. Kemi lëngun, po. Nëse do të kemi 5 filxhan oriz, më falni lëng mishi, do të hidhni vetëm 3 lugë oriz, nuk duhet më tepër, duhet të bëjmë një supë të hollë dhe do të pritet me vezë e limon. Nuk e bëjmë supën as llapa, as pilaf, por dhe as kështu. Bëhet një supë e hollë, vetëm me 3 lugë oriz edhe me 5 filxhan të çajit të lëng mishi. Kjo është një supë që fillojmë domethënë zakonisht të çoheshim në mëngjes dhe konsumonim këtë gjatë orës 9, 9:30, 10, si çoheshim, domethënë në mëngjes pasi merrnim ato dhuratat e vitit të ri, konsumonim supën dhe pastaj prisnim drekën që do të bësh ky si thua byreku me oriz, sepse këtu tek byreku kishim edhe lekun. Vendosim lekun. Edhe shikonim se kush do të merrte. Kush do të ishte fati i vitit në familje. Për drek ishte kjo byreku, ishte sallata që do të ishte me ullinj, me portokalle, me limon, me ullinj, vetëm kjo sallatë, as një gjë tjetër, dhe sigurisht që neve bënim atëherë disa bombone, domethënë këto bombone që bën edhe këtu, tu tregoj ambisave që i kam mbajtur këtu. Këto i kishim kur vinin njerëzit. Këto kishim atëherë. Po se fillonin dhe vizitat në datë një. Këto edhe baklavan. Vetëm këto, s'kishim gjërat të tjera, lloku me karamele, po që këto që një liker që bëj vetë. Po, likerin e bënim vetë. Ishin, domethënë, nostalgjike ato kohët atëre, por vërtet kanë qenë shumë të mira, me thënë të drejtën. E vërtet. Tani, sa tham gjithë këto gjëra, neve ta vëmë atë kapakun Anilës. Po. E hoqa unë? Ja, s'ka gjithë. Unë deri këtu e çova. Pastaj e mora unë se mendova që ja urdhëroj vendoset lutem. Edhe një herë. Tani për supën. Këtu anët. Do lymanët, okay. I spërkatim pak kështu me vaj që petët të mos, domethënë të shijohen. Dhe fillojmë edhe hedhim pjesën e mbushjes.
Nuk ka nevojë të ftohet? Do të thënë ne po e bëjmë për efekt kohe mirë është që të ulej pak, do me thënë, temperatura. Me kujdes. E hedhim kështu tani që të... Shumë mirë aroma. Aromën e kanë të erzat japin në një aromë shumë të mirë. Nuk qolloset ajo, sepse do vendoset direkt në furrë. Po, me furrë të nxehur. Kështu, furrën e kemi të nxehur më përpara, tani do vendosim racionet e mishit. Do të shtojmë edhe ato pjesën e vezëve, po më mbrapa pjesën e vezëve, kështu që Okej. do ta vendosim një herë kështu, edhe pastaj. Tani tek tava, këtu do vendosim mishin, Okej. që fillojmë dhe e i marim, do më thënë. Neve, që është e vërtesa, e vendosnim kështu si që ishte me pjesën me kockën. Por, unë tani do ta shkëput faktikisht. Dhe vendosim vetëm mishin. Do vendosim vetëm pjesën e mishit. Duhet ta kishim bërë pak më përpara, po s'ka gjë. Më mirë, ta tregojmë kështu se si janë. E mbledhim kështu dhe vendosim. Në çdo. Okej, dhe në çdo racion që do të prihet, do të ketë edhe një copë mish. Kam përshtypjen duhet prihet kështu si yll më pas? Që të ngelet mishi brenda, apo? E prisnim, jo, këtë pjesë qëndrën e lënim, sepse këtu do hitet e veza. Edhe e prisnim kështu. Veza aty, pa. E prisnim në atë mënyrë. Kuptoj. Po ndaj mishin tani. S'ka gjë, kjo është pamja që na ka shoqëruar gjithë këto ditë, mish në tryez, mish në përduar, mish në konsumim, kështu që kjo është edhe një mënyrë për të përdorur mishin që ka mbetur nga një natë përpara, okat? Po, mund të ashtu, por që problemi është që këtë lloj supe anila, më fal këtë lloj byreku, e bënim, do me thënë, që enkas me mishin që zjenim një pull, do me thënë, enkas për këtë lloj byreku. Po, duaj lëngu, do me thënë, po, është lëngu i pullës i rëndësishëm. Nuk është ai byreku që... Të vëmë dhe një copës atje. Po thuaj se kemi hequr të gjitha. Këto copat që na kanë mbetur, nuk i qemë asnjë hërdëm, mund t'i vendosim dhe te supa. Te supa, po, i vendosim te supa, po. Ne bëjmë fije të vogla. Këto tani do t'i lëm neve. Se fundi ajo është pjesa e mishit të pullës që shijon më shumë, ato që me zor hiqen edhe coptohen, kanë edhe yndyrën, kështu që në pull, në sup do të shijojnë. Tani, vezët të rahura, apo të rahura? Do të mbajmë pak lëng ai, do të vendosim tani këtë neve, do ta kthejmë kështu. Pra vendoset njërë në furrë kjo? Po. Tava. Edhe do nxjerrim pastaj dhe do vendosim. Ne nuk do vëm lek? Unë mendoj që lekun ta vëmë mbas pjekjes. Si ta vëm mbas pjekjes? Ashtu pastaj ti e di ku është leku? Po mirë e di unë, po se din të tjerët. Pastis duhet a dish. Ja bën me shenjë ti dikujt. Jo, nuk e. Neve do ta presim këtu në studio këtë. Por, shiko, nuk duhet ta vë brenda. Madje neve dikur e vendosnim. Po nuk e di pse se kam ashu atë lekun. Lekut mos të shon ndonjë gjë, po. Prandaj them. Edhe s'ka problem, unë do ta vendos që nuk do ta kuptoj njeri. Ashtu, a? Nuk do kuptoj se ku është. E di unë, por do ta rrotullojmë tavën kështu neve dhe do... Do zgjedhim me si mbyllur. Ashtu. Unë do jem e fundit që do ta... Në rregull që do zgjedhësh. Ashtu, ndërsa juve do ta zgjidhni të parët. Kështu i vendosi ka ti rregullat. Sa minuta kemi? Prit tani të hedhim e këtë, se këto do në çdo... Pa, në çdo pet. Edhe do në qik vaj, se peta e do vajnë. Ndërkohë, Kat, ne kemi 1 minutë kohë, mjaftueshëm për ta përfunduar palosjen e petëve dhe për ta bërë ganti byrekun për në furrë. Ndajti çfarë rekord ashtu? Ashtu, s'ka gjë, ajo atë e mori. Më pas tham që do ta nxjerrim nga tava për të plotësuar... Për të plotësuar vezët, që do hedhim lëngu. Sa duhet, dhe më thënë, duhet marrë ngjyrë, duhet të jetë pothuajse i pjekur? 10 minuta duhet. 10 pjekja e parë. 10 minuta pjekja e parë. Qartë. Në gjitë pak në
e fundit që duhet të ishte më... Ska gjithë se do ne këtu e themi shpesh, kemi një temperaturë të ngrohtë që është e vërteta, dhe e lam shumë gjatë atë petën ashtu të vendosur. Po gjithsesi do ta rregullojmë. Ato të palosurat ashtu kur pishin edhe sa bukur ngjajnë. Dalin më gurme. Pa, krijojnë dhe ato kërcet kështu në sipërfaqe. Mirë, tani, një shkëputje do bëjmë ne, ju mos u largoni, jemi këtu në kuzhinë, ju prestim, vijojmë recetat festive, vijojmë të qëndrojmë me ju edhe në këtë ditë të parë të vitit në shoqërinë e njëri tjetrit, publicitet. Jemi në studio përsëri, vazhdojmë të jemi në Vila 24 me një tjetër urim, sepse sa herë kthehemi e dim që të tjerë janë zgjuar nga gjumi, të tjerë kanë ndezur televizorin, në paçi një vit plot bekime, plot dashurie, plot të mira, vazhdojmë të jemi si çdo ditë tjetër të vitit në kuzhinën tonë. Unë dhe Kati gati për të? Gati për të nxjerrë tani më atë byrekun, sepse thamë që kemi vendosur në furrë dhe do ta lëmë të paktën 10-15 minuta, do ta nxjerrim tani që të hedhim edhe atë pjesën tjetër të vezëve. E shikojmë se si ka vajtur deri tani pjesa. Është një byrek tradicional që mund të bëhet ditën e parë të vitit, që mund të shtoni edhe lekun brenda për të bërë atë ndarjen më pas, edhe një formë loje në fakt për të mbledhur familjen rreth e rrotull tryezës. Nga pamja duket i bukur edhe i shishëm, aromën e ka po kaq të mirë, kështu që tani pjesa tjetër tani që ngele tani është ajo që neve çfarë të hedhim, të hedhim këto vezë, të hedhim nga kjo, të hedhim të kuqet. Hajde të hedhim nga këto. 3 vezë, kemi edhe atë lëngun atje që e kemi të ngrohtë, që ka mbetur. O Vitalin e kemi të kuqe e të bardhë nga 8 kokra në 10 kokra në 15 kokra. Të gjitha janë një lloj fantastike, një lloj, ja. Shikoni si janë. Vezë për merak. Vezë me një pupull akoma këtu. Okej. Atëherë. Si veprohet? Si veprohet? Pjesa, ja. Do më shiko, thuaj edhe. Do e përzihe vezët. Anila të lutem, edhe një majë skrip këtu. Nuk e di pse kam testuar dhe më duket sikur vezët kur i përzihem dhe hedhim pak skrip, ikën era e vezëve. Përderisa e ke testuar dhe e ke ndjerë rezultatin, do të thotë që kështu është vërtet. Mendoj se është e vërtet, sidomos kur bëjmë atë, si thuash, që e presim me vezë dhe limon, që hedhim atë pjesën e vezëve brenda tek supa. I përzihem mirë. Këtu tani për të rregulluar temperaturën. Kati unë ta provoj një nga këto, se kam qesh parë që i shoh edhe tani e pastaj janë bombona me sheqer të bëra dhe më ka ngrirë sheqeri, një sekond, mos më shifni. Ja, e përzihem këtë këtu. Janë shumë të mira. Okej, sheqer është, nuk është po. Shumë e mirë është. Po, dëgjoj Anila, atëherë çka kishin njerëzit e shkretja këto? Gjëra do të thënë, i dukeshin si shumë të veçanta. Pëlqen shumë. I hedhim edhe pak lëng tjetër, rregullojmë temperaturën, fillimisht fillojmë edhe i bëjmë këtë lyerjen e petës, edhe pjesën tjetër pastaj e hedhim brenda. Këtej po bëjmë një supë. Për të marrë këtë ngjyrën e mirë. Kati tha që mund ta hani që në mëngjes, për ju që nuk mund ta konsumoni supën që në mëngjes, hapni drekën sot me një tas supë të ngrohtë, edhe lërini ushqimet e rënda për në mbrëmje. E lyejmë fillimisht. Kjo tani edhe vezën, po ka dhe lëngun e mishit që bën shi edhe tek petët, do të thënë lëngu mishit. Tani vezën që mbetet do e shtojmë në mes? Në mes. Pra mire kam kuptuar. Po e hedhim në mes. Edhe ajo do përthisi do marri aq sa duhet nga të gjitha anët, por kjo që e lyejmë tani, i jep edhe ngjyrë, por sigurisht merr edhe shije. Ta pastaj unë këtu se unë ngjita nga sheqeri. E hedhim këtë këtu. Kati ta fikim të Po, se nuk na duhet më. Veç se s'bëjmë dhe vap. E hapim, ndihmojmë me pirun në këtë mënyrë që të hy edhe në brëndësi veza. Tani ti prap nuk do e hedhësh lekun, a? Duhet piqet plot.
Jo, nuk do ta vendos as tani Anila, do ta vendosim në momentin e fundit. Çdo. Ja ku është receta. Në ekran, shikojeni, lexojeni edhe një herë nëse se keni parë që Tani e kemi gati për ta vendosur në furrë. Bukurie. Si gjithë byreqin, 180 gradë, tani do ta lëmë akoma dhe një 30 minuta të tjera, dhe do ta kemi gati. Shumë mirë. Na ka mbetur sallata me presh limon ulli. Do të shikojmë edhe supën. Edhe tjetër supa. Supën, Të po. marrim dhe supën. Dhe do të regojmë, do me thëmë, se sa të lëngshme e duam supën. Të shegët për çfarë ke për sallatën, ja shtove? Te salata me që është ditë festive. Duket se nuk e kishim në recet. Nuk e kemi në recet, por... Po kemi sheg në shtëpi. Pse ta çojmë dëm? Edhe i hedhim. Si do t'i çojmë dëm, ashtu si shtua. E thamë në fillim, shega duhet sot, mbarsi, bollëk. Ja, edhe lëngu tani është gati. Tani ku dim ta mbajmë këtu, ta mbajmë këtu. Çfarë do? Do ta kalosh ande? E ke më mbarë, më duket mua, se kur je mësuar të gatuash. Ky krah. Tani kalot ti. Faleminderit Anila. Atë lëngu bire Anila ta hedhim, se lëngu nga i pulës është... Po mirë e ke. është, pse ta ashtu, pak lëngë është. Zakonisht e them këtë fjalim, pse ta çojmë dëm. Po morëm huazuam nga njëra tjetra. Pse ta çojmë dëm? Pse ti çojmë dëm, ashtu është. Neve bëjmë tani këtu, sigur jemi në shtëpi, nuk bëjmë sigur. Tani do t'i hedhim dhe pak gjalp këtu brenda. Tek në momentin që është pak gjalp të freskët ose vaj ulliri, do me thënë një lugë, nuk do hedhim shumë. Kaq është mjaftueshëm. E trazojmë. E lëm të marrë një 2 val akoma dhe do ta kemi gati për ta prerë me vezë e limon. Është bërë gati, do me thënë, supa. Do ta lëm të këtu. Do të laj pak duartun dhe do fillojmë me njërë me përgatitur salatën. Çfarë na duhet ne për salatën? Është salatë tipike dimri, me portokall, me limon, kemi ulli, presh, krip vaj ulliri sigurisht, edhe rigoni na duhet këtu? Edhe rigoni, ja kam atje, po. Edhe pak shek që po ja shtojmë për ta bërë pak më festive. Një kombinim që është janë shumë. Fillojmë tani me, i kam të lara këtu, dhe shiko sa të freskët të tamam. Portokallet të baçes. Neve faktikisht i kemi pas në baçe portokallet, limonat, portokallet. Sa lezet ka kur ti dele këputat të limonit dhe kthesh brenda gatuan. Dhe gatuan bën gjellën tënde. E pastrojmë, do me thënë, që të kenë këtë. Edhe tani për pjesën e këtyre i presim në format që duam të dëshiruara, as shumë të mëdhaja, por dhe shumë të vogla jo. Kjo është pjesa më e madhe, presim në këtë mënyrë. Hedhim portokallin, të hedhim dhe një tjetër me qënë se... Kemi tasin pak të. Kemi, po dhe kemi kaj të freskëta këto portokallit, që të them se sa të mira janë. Shumë të mira. Do hedhim portokallin, do hedhim limonin, një limon të freskë. Një heshtje, mbretëron. Të duhet e ndezur? Po. Tani, për punën e limonit, faktikisht ne e hidhim me gjithë pjesën e lëkurës. Me lëkur, po. E përdonim kështu me gjithë lëkur. Tani, juve mund të bëni si pas dëshirës. Mirë po, limonin e prisni në pjesë më të vogla. Nuk e prisni si pjesët e portokalleve, do me thënë i presim kështu, që të ketë mundësi, do me thënë që se limoni është pak më, si tu është, i thartë. Që kur e pret, fillon të shongoja kryuat e. Kështu që prandaj pritet edhe në copëza më të vogla. Ka mënyra të ndryshme për prerjen e limonave, por neve e sjellim kështu në mënyrë tradicionale, si e prisnim ne në copëza kështu të vogla dhe e shtonim brenda. Ajo që ngele tani është pjesa e preshit. Ta pastroj pak me këtë letër. Lëngun e limonit ka, si do që ti s'ka problem, po thjesht mos rrëshkasi se vitamin ka, vitamin C. Ne sjellim thjesht kështu në mënyrë tradicionale, faktikisht ka sallatëra të ndryshme, por kjo lloj sallate është ajo që edhe
Tek u lind, hedhim pak vaj, pak rigon, ja hedhim aty dhe nuk ja hedhim këtu, që të na bëj salatën. Tek u lind, hedhim pak vaj, pak rigon. Pak vaj, pak rigon, po. Kem këtë vajin e ulliri dhe zakonisht për salatën përdorim një vaj që të ishte tamam vaj ulliri më i miri që kemi pasur. Shtu. Në shtëpi. Në gjellë mund të përdorim, do me thënë, dhe të trazuar, do me thënë gjysmë vaj të zakonshëm, gjysmë kështu, por tek pjesa e kësaj, do t'i bajt të hedhim se do t'a kthej tek ajo pjesa tjetër. Edhe rigon. Krip jo, apo dhe krip më them duke? Krip i hedhim këtu brenda. Tani neve themi ta kthejmë te kjo sallatierja tjetër, Anila. Po, se na duhet pak më e bukur. Që ta kemi pak më ndryshe. Ti hedhim dhe ato ullin këtu, Anila, dhe pastaj vajin do t'ja hedhim kur ta vendosim te sallatiera. Ma lë të lutem dhe këtë lugën që ta trazojmë kështu. Këtu besoj ishi më mirë në sheshpamje. Kjo ishte një salat fshati që shijon shumë. Shijon, është, si thua, salat që na heq, do me thënë ato ushqimet që neve kemi ngrënë gjatë këtyre ditëve, sidomos datës 31, që kemi shijuar shumë mish. Edhe pak është ngjyrë, edhe shije, nga shegët. Patjetër, edhe shije, edhe ngjyrë, pastroj pak duart, dhe ta vendosim aty në qendër. Nëse duam pastaj, mund t'i vendosim pak një fet portokalli, kështu që të duket. Se çfarë ka brenda. Bukur. Vaj ulliri duhet, Anila. Duhet ja shtojmë, ja po marr këtë lugën se sallatën kemi trazuar me të. Shumë e bukur. Mendoj se është në rregull. U krye. Disa feta portokall nga sipër edhe limon gjithashtu. Dhe sallata është gati. Tani do merremi besoj me përfundimin e supës. Shumë mirë. E kemi përfunduar. Kjo ishte sallata tradicionale. Tani, që neve shijoni për datën 1. Supa ka mbetur për t'u prerë apo jo, si do ta shtemi presim me vezë dhe limon dhe do ta kemi gati për ta servirur dhe supën. Shumë mirë. Limon kemi një këtu nëse... Jo, mjaftueshëm është atë enën, Anila. Ena është kjo? Marim këtu. Edhe vezët i kemi këtu. Byreku. Më duket gati, Kati. Ta nxjerr dhe byrekun? Apo do e lësh edhe pak? Po, dëgjoj tani, sepse vezët neve kemi, do me thonë që hiznim veç të verdhat, veç të bardhat. Do e ndarë vezët e kë prerja e supës, okej. Edhe e hodhëm mbrapsht pritani, s'ka gjithse. Edhe të këtu. Po, se e bardha ka më shumë, do t'asim më të madhë. Po. Edhe bëjmë këtu ndarjen direkt. Edhe një tjetër. Arengën e pregatisni me dorë. Lutem, Anila, pak krip. Ishte ajo, do me thënë, tradita që me pirun e bënin në natona, në përse e bënin, ishte kjo që bëj me dorë, do me thënë, me pirun. Nuk ishim rafse elektrike atere, në këto mënyrë bëj. Sari, do me thënë, bëj një marengë, jo shumë aqë
sa duhet, me thonë, jo dhe shumë e fort. Si duket byreku, Anila? Unë doja ta nxjerr janë ç'është e vërteta. Ndërkohë... Shikoj një herë vetë, se pa më dhënë ti... Dhe këtë supjerën, sepse kemi marrë dhe një supjerë, që është e vërtet... Ja, këtu do vendosim supën. Neve gjithmonë supën, kur e pregatisnim, me kalonim në një supjerë dhe vendosim në tryezë. Këtë e praktikoj unë tani, me thënë, të drejtën, dërsa nëna jonë atere na e ndante gjithmonë, do me thënë, me njerë, pregatite supa dhe na e ndante direkt në përpjata, sepse nuk duhet qëndruar, kjo shumë e rëndësishme. Ndërsa neve tani, a mund t'i marrë pak dorezat? Kati, ta nxjerrim edhe byrekun? Po, se është bërë gati. Mendoj se po. Shikoj një herë me syrin tënd? Donte edhe pak, faktikisht. Sa ko kemi neve? Nuk kemi ja, të na thotë regjia. Pak do akoma, shumë pak do. Po kështu ka dalë bukur në fakt. 2 minuta kohë që kemi, nuk ja vlen ta kthejmë. Mirë, lëre pastaj, lëre. Mbyllë se ne do ta vendosim prap. I hedhim vezët një nga një. Byreku është me pul, me copa pule, copa mishi, sigurisht me orize dhe me erze. Rregullojmë temperaturën e vezëve. Po më përvashtojmë limonin. Do ta hedh direkt shumë me pirun. Sa lëng që paska? Tamam limon bache. Ne kemi marrë të pema edhe në. Tamam limonat e dikushëm. Ja në sezonin e vetë. Okej, mbarojmë edhe supën. Nila, aty kemi një pjatë. Po? Që le ta servirim një pjatë. Atëre, t'ja ndroj vendin me salatën, se besoj salata u pa dhe është më e lartë, ndërsa pjata është pak më e shesht, ndaj do më shumë. Çfarë ke? Salata e bukur jeti, unë jam supa e shkurtër. Kati çdo ditë ka një krahasim me recetat. Një ditë jam byrek, një ditë jam këtu unë. Sot jam një sallatë. Një sallatë festive. Je, si thua, qeshja mbi tort. Atëre, pasi rregulluam temperaturën, edhim vezën duke e shtuar këtu në mënyrë graduale, duke hequr nga temperatura e sobës. Është shumë e rëndësishme kjo. Edhe e keni kaq të mirë këtë këtu që as pritet. Prandaj themi që nuk pritet veza kështu. Tani është shumë e rëndësishme që kjo të qëndroj të pushoj. Prandaj themi që pasi kemi përgatitur këtu, e hedhim tek një supjer, edhe e mbajmë, domethënë që ta kemi gati për ta konsumuar, sepse duhet të qëndroj, domethënë në temperaturë që shpejt duhet ta shërbejmë, ka se minutat na ikin, na fluturojnë. Nëse keni në energjik të freskët, do të ishte shumë mirë për ta servirur me në energjik. I shkon jashtëzakonisht shumë. Edhe pak do hetë, tamam si e bëni nëna tona, na i mbushnin plot. Aq i mbushnin. Shiko tani. Kjo është sopa. Nëse kemi mundësi se do bëjmë edhe fustani kështu. Ja, një supë e lëngshme. Nuk e di nëse sa ashtu. Pa tjetër, dallohet shumë mirë. As e plot shumë llapa, por një supë tamam normale. Atëherë, për ta mbyllur, e nisi me një supë dhe shoqëroj me një sallatë. E më pas, këtë byreku për të mbyllur kështu edhe drekën për sot, që është shumë i shishëm dhe një recet tradicionale. Në për shtëpi, teksa vini vërdall, konsumoni nga një bombone me sheqer të bërë vetë. E sigurisht që me nga një gëzuar. Pa tjetë. Kati? Gëzuar e dashur. Me salat do të shoqërojmë. Me byrek. Me byrek, po. Ne thjesht kemi gatuar tani, por do të fillojmë edhe të konsumojmë, të bëjmë edhe gëzuar, për të nisur me buzëqeshje edhe këtë ditë të parë të 2026-ës.
Gëzuar e dashur, gëzime pash gjithjetën. Gjithashtu, për ty. Gëzuar dhe ju të dashura Anvisa, ju uroj si gjithmonë shëndet, mbarësi, mirësi në familje tuaja. Gëzuar dhe shkojmë në publicitet. Më pas, Villa 24 do të vi me materiale shumë interesante, me personazhe shumë të dashur, me rrëfime emocionuese dhe me gjëra ndoshta të pathëna më parë, kështu që për të zbuluar pak e nga pak duhet të qëndroni me ne.